ka kalu edhe në për një fazë shumë të rëndësishme që po thëmë kur është kërku dishka në kuadrët një përëndëri Osmane dhe revolucioni gjëntushve, i cili epilogun e tij e ka marrë në Ferizaj në kusht vitit 1908, ka sjell të përmbysja e Sultan Hamidit dhe ardhja gjëntushve në pushtet. Domethënë një qeverisje moderne dhe në krejtat revolucion gjënturk. Meritat thuajse ndër më të mëdha kanë shqiptarët. Do të thosë sepse themeluesit e saj, për Ibrahim Temos e tjerë, janë shqiptarë, deri te ata që kanë kriju platformën ideologjike të saj në Kongresin e Gjënturshve në Paris me 1907, është Ismail Qemali e tjerë që i kanë dhënë ngjyrën asaj që do të quhet nacionalizëm turk, i cili e përmbysi regjimin e Sultan Hamidit. Në këtë aspekt të mund të themi se kjo është një ngjarje e rëndësishme, sepse për herë parë shqiptarët do thotë morën pjesë në parlamentarizmin osman me 32 deputet, krijuan një vedije institucionale dhe krijuan po ashtu parakushtet për një avancim më të tjershëm të nacionalizmit shqiptar, sepse në atë periudhë, po kalojmë shkurtimisht, u kriju alfabeti gjuhës shqipe në Kongresin e Manastirit më 1908, me platforma me gjuhën, u kryon klubet e para. Në atë kohë janë 20 e sa gazeta në gjuhën shqipe, si nxjerrën edhe në Stamboll, në Egjipt, në Bukuresht, edhe pak edhe në këtu. Por ma të tjetë do thotë, pra po thëmë të rëndësishme është edhe viti 1912. Ajo ka rëndësi vendimtare veçmas, sepse mas marrëveshje Taksini që është bërë në shkurt të vitit 1912 në Paris mes Ismail Qemalit, Hasan Prishtinës, Bedir Pejanit, Esat Pashtoptanit dhe Verijanit, krijohet një platformë për pavarësinë për një vilajet përbashkët. Në këtë drejtim do të thotë na fillon ajo që na sot e kemi një proces që e thatë ju të shtetit Kosovës. 14 pikëshi Hasan Prishtinës me në ngusht vitit 1912, praktikisht i krijoi rrethanat e asaj që mund quhet Shqipëri Osmane. Por ajo pati fatin e keq se mas 3 muajve ishte Aleanca Ballkanike, domethënë mes Greqisë, Bullgarisë, Serbisë, Malit Zi, që e sulmoi për 2 javë ditë kapituloi ushtria osmane dhe shqiptarët u pushtuan gjithë ajo hapësin u nda në katër pjesë pushtuese. Para se të kalojmë te luftat ballkanike, pra ju thoni që asaj perandorie që ashtu, po i vinte fundi, pra nga përfundimi asaj perandorie, përveç se shqiptarët fituan pavarësinë e tyre në 1912, kontribuan që të bëj revolucioni dhe i kontribuan një farforme shtetit modern të Turqisë së sotme? Shqiptarët janë ata që i dhanë goditjen e fundit perandorisë? Cilë nga historia jonë ideologjike ka kalu këto gjana, por ky proces historik gjithsesi duhet ta përfshijë edhe këtë çështje, sepse edhe Mustafa Qemali, Kemal Atatürk që mund të qetë që ka dhe origjinë shqiptare, po pavarësisht është në komitetin gjënturk ku ka bashkëpunuar me Ibrahim Temon e dete Ismail Qemali, ai ka qenë po ashtu njëri prej atyre që ka kriju Turqinë moderne, një Turqi laike, një ndër shtetet më të rëndësishme geopolitikisht, geostrategjikisht në përgjithësi në rajon dhe në politikën botërore, që dhe sot e gjithë ditën për shembull Turqia është një shtet laik e vazhdon modelin e Kemal Atatürkit, pavarësisht përpjekjeve që ishin të Erdoganit e tjerëve që ta lidhin me aspektin fetar, por këtë drejtim do të thotë historia njeh edhe prej autorëve më të rëndësishëm turk, si është Inhal Qiku, po edhe tjerë, e janë njohin këtë merit intelektualve dhe politikajve shqiptarë. Mandej mos të harrojmë për mund të lidhet me këta. Ismail Qemali dhe Hasan Prishtina edhe në parlamentin turk, kur kanë fillu gjënturshit të largohen për premtimeve që i kishin dhe të kalojnë me një formë tretë nacionalizmit, ata i kanë udhëheqë 2 parti liberale në quajtë ato. Edhe do të më thotë edhe në ato rrethanat përgjithshme europiane, 2 partitë që kanë udhëheqë Ismail Qemali me Hasan Prishtinën kanë qenë partitë e para liberale në përgjithësi në mozaikun parlamentar të Evropës. Prandaj këtu deshta ta them se ajo frymë
modernitetit shqiptarëve atje. Nuk ka qenë vetëm që të krijohet një shtet shqiptar. Atër është menduar që të jetë një shtet autonom fillimisht, sepse ku do të bashkohen 4 vilajetet, sepse Perandoria Osmane po binte. Dhe ka qenë rreziku shumë i madh që të coptohej mes asaj që hegemonizmi ruso-madh me alat asaj u kishte premtu, po të njëjtën kohë i ka pas edhe pa qartë se si do të jetë pjesën perëndimore. Një pse Austro-Hungaria i ka premtuar që të jetë një Shqipëri. Ju thoni që shqiptarët pra ishin kontribut dhënës në shtetin e sotëm modern të Turqisë. Megjithatë, çfarë fituan për vete shqiptarët, sepse një pjesë e madhe e popullit shqiptar nga i momentet tutje nuk është se u çlirua, kaloi nga një mbretëri në një tjetër, nëse ishte keq u bë edhe më keq siç ishte. Na thoni çfarë periudhe nisi për ata shqiptarë që mbeten jashtë Shqipërisë në kufit etnik që është ajo sot? Para se të dalë të kjo ju thatë një fjalë shumë interesant se ishin shqiptarët kontribues të rëndësishëm të zhvillimit të modernitetit. Kanë qenë gjatë gjithë historisë. Shqiptarët njihin nga antikiteti dhe të lidhëm këtu të mbretënia Dardanis, e cila merret një shtyllë e mbretënive trinomit të mbretënive ilire me Maqedoninë dhe Epirin, kanë qenë barës të një fryme të antikitetit. Do të thotë dhe në periudhat e matutjeshme, edhe gjatë periudhës e perandorisë Romës, kanë qenë barës të zhvillime më të rëndësishme, siç ka qenë krishtinimi, për shembull zyrtarizimi me perandorët Dardan, Konstantinin e Madh, Justinianin e tjera. Po ashtu shqiptarët kanë qenë shumë të rëndësishëm edhe në fazat e matutjeshme të Bizantit, deri të çstudia e tij në prag të sundimeve osmane. Por këtu mund të thotë diçka tjetër. Edhe gjatë perandorisë osmane, për shembull, pavarësisht do të thotë koncepteve që ka pas Perandoria Osmane, që çdo perandori që është pushtuese, por në esencë ai ka dhe realitete jetësore, shqiptarët kanë luajtur rol të rëndësishëm në ngritjen e hierarkinë e saj. Për me ardhur të kjo që thatë ju tash, do të thotë prej një rrugë ku shqiptarët në gjitha perandoritë që janë ngrit, kanë arritur hierarkitë më të mëdha, kanë arritur të ndërtojnë edhe konceptet edhe të perandorive, thashë edhe të Romës dhe të Bizantit. Atëherë vjen coptimi tyne tragjik. Luftat ballkanike, domethënë, janë atë perioda më e trishtueshme, më... Andaj desha të pyes për t'i kujtuar sot, cilat janë ato momente më të errta, pra në luftrat ballkanike, nisin ato që njihen si masakrat e para serbe mbi kosovarët, jashtë perandorisë osmane. Na kujtoni pak, cilat ishin ato masakra më të mëdha që ndodhen në atë periudhë? Edhe 12-shja që dihet tragjedinë që e ka sjellë, do të thotë u ndan 4 viletet shqiptar, u ndan një pjesë e pushtoi Mali, Serbia, Bullgaria dhe Greqia. Faktikisht, kur u shpall pavarësia e Shqipërisë me 28 nëntor, 4 hapësinë e shqiptarë ishte ndame. Por, para se të ndodhë kjo, historikisht duhet të thotë diçka tjetër që lidhet me këto gjenocide dhe tragjedi. I kemi edhe 2 tjera që kanë ndodhur përpara, do të thotë. Menimi është që në 77-78 është bërë lufta e parë serbo-osmane vis-a-vis luftës ruso-osmane. Edhe në atë kohë, Perandoria Osmane pësoi një disfat prej perandorisë turke, pranoi paqen e Shën Stefanit, edhe pse ai e mujti ushtrinë serbe, por konstellacionet që u kriju në paqen e Shën Stefanit, serbët me njëherë shfrytzuan dhe sulmuan, deportuan prej Nishit deri te Prokupli dhe Kushumlia. Është një hapësinë shumë e madhe, me 400 vendbanime që kanë qenë shqiptarë, kryesisht popullat që llogaritet që në atë kohë janë zhvendosur, shpërngul, aso kanë marrë pjesë viktimat rreth 250.000 shqiptarë. Do thotë këtu është ajo tragjedia më e rëndësishme, cilën Serbia filloi para se të pushtoi në luftat ballkanike. Dhe ndërsa ajo lufta ballkanike